Nëse do të kërkonim në histori një njeri që jo vetëm sfidoi perandorin që e lindi, por e shkatërroi atë për të ndërtuar një shtet të ri nga hiri i saj, emri i parë që do të dilte do të ishte ai i Mustafa Kemal Ataturkut. Një ushtarak, një vizionar, një reformator, por edhe një shqiptar që doli nga zemra e tokave tona. Po, Mustafa Kemal Ataturku, i njohur si Ati i turqëve, ka rënjë shqiptare. Dhe ky nuk është një mit patriotik, por një fakt historik që vetë ai nuk e mohoi kurrë. Përkundrazi, në disa momente kyçe të jetës së tij, ai i dha vetës të drejtën të fliste shqip dhe të kujtonte prej nga vinte. Nëse je i apasionuar pas historisë kombit tonë dhe dëshiron të zbulosh fakte që nuk i mëson dot në libra, atëherë je në vendin e duhur. Shtyp butonin like që kjo video të përhapet tek sa më shumë shqiptar dhe mos harro të abonohesh në kanalin ton Histori Epike për të mos humbur asnjë ngjarje që ka tronditur historinë tonë dhe botën. Mustafa Riza u lind me 1881 në qytetin e Selanikut. Atëherë pjesë e perandorisë osmane e sot në Greqi, në një shtëpi të thjeshtë, pranë asaj që sot është aeroporti i qytetit. Lindi djali që do të trondiste rënjësisht shekullin e 20 për botën myslimane dhe atë lindore. Emri i tij i parë ishte thjesht Mustafa. Ishte një mësues në shkollën ushtarake që e quajti Kemal, në nderim të zgjuarsisë dhe pjekurisë së parakohshme që shfaqte. Dhe më vonë, historia do t'i jepte emrin që do ta mbante për gjithmonë, Ataturk, Ati i turqëve. Familja e babait të tij, Ali Riza Efendi, besohet gjerësisht se ishte me prejardhje shqiptare nga fshatrat e Qamërisë. Një zonë që ka dhënë shumë figura të njohura në historinë shqiptare dhe osmane. Historianët që kanë hulumtuar jetën e Ataturkut janë të njëmendjeje. Nga babai ai ishte shqiptar, ndërsa nëna e tij, Zybejde Hanım, vinte nga një familje turke. Por është edhe vetë Ataturku që ka lënë një dritare të hapur për këtë fakt. Në vitet 30, kur ambasadori shqiptar në Turqi po i dorëzonte letrat kredenciale dhe nisi të fliste frëngjisht, Ataturku e ndërpreu dhe i tha prerë: "Të lutem, mos më fol frëngjisht, fol shqip ose turqisht, se shqipen e kuptoj shumë mirë." Ai nuk e mohoi kurrë prejardhjen. Nuk ishte nga ata që fshiheshin pas emrave dhe titujve. Ishte krenar për ato që ishte, edhe nëse kurrë nuk e tha me zë të lartë, por veprat e tij e tregonin më shumë se fjalët. Ataturku hyri në Akademinë Ushtarake në moshën 12 vjeçare. Ai nuk ishte thjesht një nxënës briljant, por një strateg i lindur. Shkëlqeu në fushën e betejës kundër italianëve në Libi në vitet 1911-1912. Por emri i tij do të hynte në histori gjatë fushatës së Galipolit në luftën e parë botërore. Kur aleatët zbarkua në Çanakkale me qëllim që të pushtonin Stambollin dhe të thyenin perandorinë osmane, ishte komandanti Mustafa Kemal që ndali hovin e tyre. Aty u ngulit për jetë në kujtesën e turqëve si shpëtimtari i atdheut. Por lavdia ushtarake nuk i mjaftonte. Pas përfundimit të luftës së parë botërore, kur perandoria osmane ishte në agoni, Mustafa Kemali nisi një kryengritje kombëtare nga qyteti i Samsunit në vitin 1919. Ai organizoi një lëvizje nacionaliste që e hodhi poshtë pushtimin e vendeve të huaja dhe të vetë elitës osmane që ishte bërë vegël në duart e perëndimit. Ai i mundi grekët në perëndim, mundi armenët në lindje dhe me traktatin e Lozanës në vitin 1923, ai bëri atë që askush nuk e kishte bërë që nga rënja e perandorisë bizantine.
krijoi një shtet turk sovran dhe modern. Me 29 tetor 1923, Mustafa Qemali shpalli Republikën e Turqisë dhe u bë presidenti i saj i parë. Ajo që pasoi ishte një revolucion pa gjak, një reforme plot e shoqërisë, e fesë, e arsimit, e ekonomisë. Ai ndaloi ligjet islamike, futi alfabetin latin në vend të atij arab, miratoi kalendarin gregorian, lejoi votën për gratë, ndaloi poligamin, hapi shkollat publike për të gjithë dhe krijoi një identitet laik për shtetin turk. Por më e rëndësishmja nga të gjitha, ai ktheu shikimin e Turqisë nga lindja në perëndim. Ataturku ishte një njeri që nuk i druhej të vërtetës. Ai pinte verë, dëgjonte muzikë klasike, recitonte poezi dhe fliste disa gjuhë. Ai ishte modern në mendje, por kishte një shpirt që e lidhte me origjinën. Me tokat që dikur ishin pjesa dheut të tij të dyfisht, osmane dhe shqiptare. Kur Turqia e re po lindte, ai u përball me kritika të ashpra për reformat e tij, në veçanti ato fetare. Por ai nuk ndalej. Ai e dinte se një komb i lirë ndërtohet mbi dije dhe kulturë, jo mbi dogma e frikë. Ndonse si udhëheqës nuk kishte marrëdhënie të afërta me Shqipërinë zyrtare, në veçanti për shkak të përplasjes me Ahmet Zogun, që ai e përqeshi publikisht si një mbret operete, Ataturku e kishte respektin e tij për popullin shqiptar. Në thellësi, lidhja e tij me Shqipërinë ishte më shumë shpirtërore se sa diplomatike. Ai kishte kaluar pjesë të rinisë në Qamëri, ku kishte pasur kontakte me patriot shqiptar si Bajotopulli e Mihal Grameno. Ataturku shërbeu si president i Turqisë për 15 vjet. 3 vjet para vdekjes së tij në vitin 1938, atij ju dha mbiemri i nderuar Ataturk, që do të thotë ati i turqëve. Mustafa Qemal Ataturku vdiq me 10 nëntor 1938, por vdekja e tij nuk ishte fundi i një jete, ishte fillimi i një legjende. Çdo vit me 10 nëntor në orën 9:05, ora kur ai ndroi jetë, Turqia ndalon për disa sekonda. Trafiku ndalet, njerëzit ngrihen në këmbë dhe heshtja pushton një komb të tërë. Sot figura e Ataturkut është kthyer në një kult kombëtar në Turqi. Është e ndaluar me ligj të fyesh kujtimin e tij dhe jo pa arsye. Ai nuk ishte thjesht udhëheqës, ai ishte arkitekti i një kombi. Dhe për ne shqiptarët, ai mbetet një prej bijve të diasporës sonë që bëri histori, jo në tokën amtare, por në zemrën e një perandorie të rënuar që ai e ktheu në një shtet të fuqishëm. Në një botë ku liderët lindin e zhduken si yje të rënë, Mustafa Qemal Ataturku mbetet si një dritë që nuk shuhet, një shqiptar që ndryshoi rrjedhën e historisë, një burr që nuk pranoi të nënshtrohej, as nga tradita, as nga pushteti, as nga feja, për të ndërtuar një shtet të lirë. Dhe nëse historia është një libër i gjatë i mbushur me faqe gjaku e lavdije, atëherë faqeve të saj nuk mund të mungojë emri i këtij shqiptari me zemër ushtari, Mustafa Qemal Ataturk. Tani është radha juaj. A mendoni se Ataturku duhet të cilësohet si një nga figurat më të rëndësishme me prejardhje shqiptare në historinë botërore? Mendimin tuaj shkruajeni në komente. Diskutimi vazhdon aty poshtë dhe mezi presim të lexojmë çfarë mendoni ju.